Shumica e votuesve me 11 maj në Shqipëri e kanë përkrahur socialistin Edi Rama, i cili është edhe kryeministri aktual. Rama ka premtuar antarësim në Bashkimin Evropian brenda 5 vjetësh, duke thënë se deri në vitin 2027 do të përfundojnë negociatat. Shqiptarët të dielën ju drejtuan kutive të votimit dhe vendosën për udhëheqjen e re 4 vjeçare. Sipas rezultateve preliminare, Partia Socialiste është në epërsi dhe ka siguruar 52.68% të votave të numëruara, ndërkaq koalicioni opozitar i udhëhequr nga Sali Berisha i Partisë Demokratike ka marrë 34.6%. Sipas këtyre rezultateve, PS ka siguruar 83 mandate, ndërkaq PD, ASHM 50 mandate. Pjesëmarrja në votime ishte pak mbi 40%, pra 4% më pak se në zgjedhjet e kaluara. Të dielën më 11 maj, rreth 3.7 milion qytetar me të drejtë vote në Shqipëri dhe jashtë saj morën pjesë në votim. Nga këto zgjedhje do të dalin 140 deputet për një mandat 4 vjeçar.